por cilat janë ato shenja që kemi të bëjmë me një çrregullim të rënd të ritmit të zemrës. Sigurisht, çdo person është ndryshe, çdo person e përballon një X sëmundje ndryshe, çdo zemër e përballon një çrregullim të ritmit të zemrës ndryshe. Por, në përgjithësi, për çrregullimet e ritmit të zemrës, të cilët në përgjithësi ajo që ndjen pacienti janë palpitacionet. Pra, pacienti ndjen këtu që zemra rre shpejt, rre ndryshe, rre çrregullt, rre fort, etj. Kjo është një shenjë e përgjithshme. Është që nga ritmi normal i zemrës i shpejt, mund ta ndjej pacienti, më rre zemra shpejt, më rre fort, por nuk është i çrregullim i ritmit të zemrës, deri te rastet që shoqërohen me humbje të vetdijes. Sigurisht, humbja e vetdijes e shoqëruar me goditje këtu në zemër, domethënë, është një shenjë shumë e rëndë e problemeve kardiake. Duhet marrë gjithmonë me shumë seriozitet dhe kërkon një ekzaminim të kujdesshëm të zemrës. Por cilat janë rastet e tjera që duhen shqetësuar? Në princip, gjithmonë rastet që duhen shqetësuar janë çrregullimet të ritmit të zemrës, të cilat shoqërohen me një farë me një farë efekti në hemodinamikën e pacientit. Pra, ato që shkaktojnë një ulje të tensionit. Por, si e kupton pacienti uljen e tensionit? Shumë e thjeshtë, pacienti ka marrje mendsh. Pra, numri 2, pacientët të cilët kanë këtu palpitacione, rraje të shpeshta të zemrës, të shoqëruara me marrje mendsh, gjithashtu është një shenjë që mund të bëhet fjalë për një çrregullim serioz të ritmit të zemrës. Çrregullimet që pacienti i përballon mirë nga ana hemodinamike, nuk po them që janë të parrezikshme dhe ato duhen kontrolluar, por këto që shoqërohen me humbje të vetdijes ose të marrje mendsh, zbehje, të vjella, këputje trupi etj. Janë në përgjithësi shenjat e rënda të një çrregullimit të rënd të ritmit të zemrës dhe duhen parë më me kujdes.